Kjo është ndërtesa që sipas banorëve të Qeparos po ndërtohet nga deputeti socialist Koço Kogdhima. Ata akuzojnë se kjo ndërtesë jo vetëm është në shkelje të ligjit dhe planit urbanistik, por ka zaptuar edhe hapësirat publike në shërbim të komunitetit. Tani me këtë akt të Koços më kujton filmin Tomka dhe shokët e tij, ku shkuan gjermanët dhe i zuan fushën dhe ata nuk ishin ku të luajnë më. Tashmë nuk kanë ku të luajnë më rinia e shkollës së zonës apo fëmijët e Qeparojit. Ne nuk do ta lëmë këtë. Me aq fuqi sa të kemi në mënyrë demokratike do ngrem zërin tonë. Ndërtimi në breg të detit e ka denoncuar edhe Partia Demokratike, ku sipas deputetit Arben Ristani kjo godinë është treguesi qartë i standardit të dyfisht që ndjek kjo qeveri. Partia Demokratike është sot këtu bashkë me juve që të garantojmë se ne do ta luftojmë pashallikun dhe pashallëqet dhe pashallarët, se ne do mundohemi patjetër të vendosim drejtësinë në këtë vend, sepse është një e padrejtë shumë e madhe kur fakir fukaraj mundohet të rregullojë shtëpinë, kur fakir fukaraj mundohet të ngrërë avllin dhe dhuna policore dhe shteti policor e çon në burg, ndërkohë që pashallarët bëjnë saraje të tilla. Sipas banorëve, kompleksi që po ndërtohet nga Koço Kogdhima në Qeparo është vetëm 3 metra larg detit.